Do mbyllet TikToku. Çfarë do bëjmë ne pa TikTokun? Unë s'është se më intereson se kam TikTokun në server amerikan dhe e kam gjithë hallin. Për çfarë do ju marrim me halli ju kur të mbyllet ky TikToku shqiptar? Po mirë ti boto, e meriton TikTokun myll. Po pse emën? Se ka thënë Edi Rama. E ka thënë Edi Rama? Sa e njohur je ti për shembull? Kam 15 kënd TikTok olla. Ke 15 kënd TikTok? Unë 2K kam. Po mirë, dhe unë kam 15. E po kur të mbyllet TikToku, do kesh as 15, një do të ngelet. Nuk i rrihet pa influencat online shqiptarëve. Po ju këtu i dashkeni shumë influencerat. Jo, si do. Si do? Si do, unë s'përdor TikTok. Po se ke përdorur kur TikTokun ti? E përdor ai vit, e hoqa. Po atë një vit për çfarë përdore më shumë? Çfarë të pëlqeu më shumë? Pa miki po janë. Mbyllet TikTokut mbyllet. Po pse? Po ka lloj dhe gjëra që nuk janë të ishme. Po pse ato janë dhe në YouTube? Edhe në YouTube ta mbyllin. Si problemi i TikTokut, ajo janë edhe rrjetet sociale të tjera, s'është vetëm TikToku. E vërtet. Do mbylli të gjitha, Instagram, Facebook. Si mbyll dot?